se erdhëm në një tjetër vlog timi. Është shtunë. Sot po shijoj detin. Nuk ka shumë njerëz dhe më pëlqen. Mos harroni të vendosni se po thënë. Lëkura ime për shembull bëhet shumë e thatë në verë, sidomos në plazh dhe nga klipa bëhet shumë e irrituar. Kështu që never skip your SPF. E drejtojmë edhe buzët. Tu kemi marrë një çantë plot me snacks, kemi marrë lace, fake rolls. Edhe biskit. Growing up, Vera ka qenë gjithmonë stina ime e preferuar. Dhe mendoj se edhe për pjesën më të madhe për jush. Të presësh 9 muaj të shkollës me padurim, që të vinë ato 3 muaj të bukur të Verës. Të mblidhesh me të gjithë fëmijët, të luani, të shkoni në plazh, e të kaloni kohë së bashku. A true act of love, do të thoja. Vitet e fundit, Vera u kthye nga sina ime më e preferuar në atë më melankolike. Isha gjithmonë larg dhe gjithmonë e pamundur për të bërë bashkë me të tjerët. Jo për ndonjë arsye dramatike. Edhe pse në fakt shkruash provime kur të tjerët janë duke bërë pushime, është një dramë më vete. Akoma e dua Verën. Për mua do t'jetë gjithmonë koha kur njerëzit bëhen bashkë. Vijnë nga gjitha vendet, e mblidhen të nëna. Të paktën nuk kështu do ta kujtoj gjithmonë. And yes, it's true. Vitet e humbura nuk kthehen më. Megjithatë, I'm so ready të shijoj plot Vera të tjera të jetës time. Sot jemi pas shumë ditësh. Këto jashtëqet kështu janë super comfortable. Njëra anë ta mban fytyrën e ftohtë, ndërsa ana tjetër në temperaturën që ke, temperaturën normale. Jep, janë super, ua sugjeroj. Sugje e shiro këto. Do thonë ju pse mban akoma Jorgan Alesia në verë. Po, nuk e di. Është një happy që më kanë ketë që nga Gjermania, sa atje nuk bëj asnjëherë nxehtë. Dhe mbaj atë Jorganin gjithmonë. Në shi se nuk do e mbaj më, ta hesh. Atë mbrëmjen e ditës që isha në plazh, u bëra super e sëmur. Ka qenë dy ditë shumë vështira. Tani jam më mirë. Në fakt me hekur çdo gjë duket shumë herë më bukur. Thjesht është shumë vap për të ndezur hekurin tani. Okej, njerëz, so krevati tani është në rregull. Unë do bëj pak make-up, sepse do dal. Do të pi një kafe jashtë dhe pastaj do blejmë disa gjëra. Si fillim, bëjmë gjithmonë hidratimin. Unë tani përdor këtë Nivean. Përdoret një krem tjetër me ekstrakt kërmilli, edhe ajo është shumë i mirë, por kur e vendos, sikur ma vendos pak lëkurën e fytyrës. Kështu që për më me shpejtësi përdor gjithmonë këtë të Niveas. Ju tregova që parë që këto ditët e kaluara kam qenë shumë keq. Që atë darkën pas plazhit. Nuk e di se çfarë më gjeti, po u bëra shumë sëmur. Kisha fryrje në bark, në stomak, në bark. Do me thënë, po të shihje barkun tim ato ditë, ishte si të isha në muajin e 3 atë 4. Problemi nuk ishte vetëm fryrja në vetvete, po unë u bëra aq keq sa kisha vështirësi edhe në lëvizje. Nuk mund të rria as shtrirë, as nuk mund të ecja.
nuk mund të përkulesh fare. Kam qenë shumë keq. Po shkova në farmaci, ja tregova situatën edhe më sugjeruan të merrja 2 kështu shkarkuese, ndihmonin me tretjen ose me gazra që mund kishin ngelur në zor. Dhe unë e mora njërën për tyre, nuk është se ndihmoj shumë, të them drejtën. Po më thonin që ndoshta isha helmuar, unë nuk mendoj që u helmova me ndonjë gjë. Okej, ne hëngrëm një dark atë ditë pasi mbaruam plazhin, edhe ai restoranti nuk ka qenë i preferuar im, se kisha ngrënë edhe një herë tjetër edhe nuk e di, nuk më kishte pëlqyer shumë, po megjithatë thash hajt japim edhe një shansë të dytë. Hëngra ca spageti, provova edhe pak levrek. Edhe nuk më pëlqyeja fare asnjëri nga ushqimet. Nuk është se ishin të ndenjura apo diçka, po ishin të gatuara keq, shumë të thata. Edhe ndoshta ishte, si thua, ajo shtysa e fundit. Mendoj nuk është se kishte fajin diçka specifike që ndodhi sot edhe pasoja erdhi po sot. Mendoj që kjo fakti që unë u smura ishte shumatore të gjitha zgjedhjeve të gabuara ushqimore që kam bërë këto kohët e fundit. Thënë kjo, keni kujdes me mënyrën se si ushqeni. Dhe nëse keni të mundur të ushqeni brenda, mos hani jashtë, and do it. Tani më ka kaluar edhe ndihem shumë herë më mirë, po mundohem të kem shumë kujdes me ushqimin, të ha më shumë perime, më pak mish, sallamra, gjëra, pi më shumë ujë. Ta vendos edhe këtë remedin. Kështu që njerëz, keni kujdes me çfarë hani. Doni të hani sa më shumë në shtëpi, sa më pak jashtë, paktën kur gatuan në shtëpi, e dini se çfarë e duke i futur aty ushqimit, çfarë e duke ngrënë. Well, ready, steady, now let's go. Çfarë bëj të për ushqim në shtëpi? Kjo është perfekt. Okay, let us go. Kemi bler disa gjëra. Kemi marrë burgers, se do i bëjmë sonte në dark, tek Skara. Marrëm këtë majonezën kalve, këtë salsën për burgers. Shpresoj që t'jetë mirë. Këtu kemi pak majonez për veten dhe për moçokun. Kemi marrë mozzarella. Ishin në ofertë. Kos. Dhe fun fact është që kosin e marrin vetëm Müller, se këtë kemi marrë gjithmonë në Gjermani. Edhe morëm kafe të Moncheria. Ups, këtë do e provojmë për herë të parë. Në fakt është kafe që përdorin në lokalin e tyre. E morëm për espresin dhe shpresojmë që do jetë e shijshme. This is it. Kam të fustanin. Më pëlqen shumë, po shumë i rrodhosur. Edhe këtë këmishë do të e kuros. Pushova pak fare, kisha shumë nevojë të shtriesha. Nuk është e fjetor gjumë, po thjesht u ula në krevat që të qetësoj pak trupin. Ky është fustani që e kurosa, edhe merr direkt rrudha sërish. Oh my god, duke sigurisht se kam me kuros fare. Nisa. Well, tani është mbasditë. Mund të bëjmë hamburgera dhe të pikim disa kallim misri. Mendoj që bukën ta bëjmë vetë dhe do bëj disa panine. Shpresoj të më dalin të mira, kam parë një recetë. Video duke super, po se si do më dalin mua nuk e di. Do shkojmë poshtë edhe we shall see. Let's go. Në këtë videon që kam parë, thonte që për të bërë bukë të duhen vetëm 4 ingredient. Pra jo gjëra të komplikuara. Prandaj pëlqeu duke shumë e thjeshtë, në video duke super e shijshme, kështu që mendova që sot do bëjmë hamburgera, le ta bëjmë bukën vetë në shtëpi. Do na duhet krip edhe sheqer. Ujin e kemi vendosur të ngrohet edhe me janë e bukës. Mos e harroni.
By the way, kjo është tava jonë e re. So cute. Janë të gjitha nga kopshti. I përzie, sheqeri ndihmon Majan që të aktivizohet. Dhe të dyja bashkë të bëjnë që bukat të fryet akoma më shumë. Të pakën kështu e di, mund t'jem duke futur katë. Kapi radhës është mielli. Mirë do ishte që këtë ta sitja, po që I'm not doing that. Tani kemi hedhur gjithë ingredientët, duke shumë i qullët, por kështu supozohet jetë. Ndoshta të më duhet ishte pak fare më shumë miell. Ja, se shumë e butë. Ky është një eksperiment i këndshëm i imi, shpresoj që në fund fare të dalë vërtet i këndshëm. Se mund kishim blerë paninë ndryshe, jo për gjë, dhe unë dola me flamur në dorë duke thënë që jo, do i bëj vetë paninët, sepse unë di t'i bëj. Ka maçoku moje. Maçoku, është gati, do ta lë të pushoj 30 minuta, shpresojmë të fryhet. Por do bëj diçka, do ndes pak furrën dhe do ta fus në furrë. This is the mess that we made. Sa shumë zhurmë që ka këtu. I'm so scared. Sa për ki kam pula. Që mos kanë të një ves? Ja i kam marrë. Oh, ka një ves! Që kam në brumin që të vi, kam ardhur në sterë dhe jam duke marrë disa perime, më saktë disa tomate. Ka një erë super. Më ndjeni mua jam bërë gjithë ndjerës. Kam vendosur alarmin që të më bjerë në momentin që kalojnë 30 minuta dhe të ko, dhe të shojmë që kemi këtu në serë. Shikoni sa është tjetër. Wow. Shikoni sa të vegjël, moj, shikoni sa të vegjël. Ja. Sa me fat jemi që mund t'i marrim këtu në serë perimet. Super lodha se s'bëjnë gjërat me telefon dorë, po hajt më. Okej, këto janë domatet. Kanë super erë të mirë. Unë po shpresoj gjeja dhe bërzilokun që e kam bjellë vetë, po ishte tharë. Tani unë po të këzohem. Kam vendosur këmbët në barë. Që dini ju, ka 3 ditë që kam nisur këtë akulloren, edhe ha çdo ditë nga pak, sot është dita 4. Hajde Maçok. Po gënjej Maçoku me akulloren time. Nësa po më shijon. O doq, më mendoj që po t'ja provoj Maçokut pak akullore dhe haj. Funja që më shkash me vanilje. La, nëse ke ardhur deri në këtë pikë të videos, komento këtë emoji këtu. Thank you. Dhe mos harro të bësh subscribe. Tani fillon pjesa ime më pak e preferuar, që është punoj brumin me duar. Këtë duar. Okej, brumi s'duket as pak keq, nuk do gënjej, mora pak asistencë. Shpresoj të kem vendosur. Vendosëm zjarrin. Këtë pak e ngjeshur. Aromën e kanë shumë të mirë, formën e kanë të çrregullt, nuk është ajo çfarë doja, po s'ka problem. Mund dini pak më të fryra, duhet t'i kisha lënë më shumë të vinin.
Megjithatë, si herë e parë pas kaq shumë kohësh, është prapë okay. Not bad, right? Megjithatë, unë tani po ngjitem lart. Do ndrek të fustanin. Të duta jashtë. Sa po vesha pijamat e mia, ta dori për shefin tim tani rehat. S'më të vras më mendjen për asgjë. And I'm gonna enjoy myself.